Në zemër të natyrës, larg zhurmës së qytetit, një jetë e qetë dhe plot ritëm natyror zhvillohet çdo ditë. Ferma e vogël në Cermian të Gjakovës çdo ditë punën e nis herët. Adriatik Kokalla prej vitesh kujdeset me pasion për pulat, që sot janë burimi kryesor i vezëve të freskëta për banorët e zonës. Ka diku 4 vite që kultivoj ratin Rodistan, edhe jam shumë i kënaqur me kultivimin që e bëjnë kësaj race. Pikëspori, para se me fillu me e bo kom bo test. Do me thonë kom pyet të shumë njerëz, se cila racë është ma prodhuese edhe ma fitimprurse. Unë ma përpara kom pas edhe raca tjera. Rodistan, Plymouth-Rock e kështu, po nuk jem do shumë i kënaqur, sepse kanë qenë shumë të ndihshme, kanë do shumë punë përkushtume, do me thonë mjonet gjithë ditën, mjonet gati atë. Tash sezona dimrit është sezona më problematike për pulat për shemb. Raca Rodistan ju bën boll gjitha. Gjitha sinjve nuk e kanë problem fare hiç. Në fillimet e tij ai filloi me 120 pula, ndërsa gradualisht ky numër u rrit. Ato fjalë që i kom dëgju prej njerëzve, ato fjalë më kanë dalë. Do me thonë që i kom bën në janar i kom bën zësht, kur bën vera, gushti ose shtatori që aty diko, vetë se kanë fillu me bon vezë. Raca Rodistan më thonë drejtën nuk është që e donë përkushtimin sikur e dojnë disa raca tjera. Ai kultivon një racë pulash prodhuese e cila njihet për sasinë dhe cilësinë e vezëve që prodhojnë. Prodhuese edhe nuk donë shumë punë. Nuk donë shumë punë, gjatë verës këto dojnë mas shumë të punin me ujë. Puna me ujë që mja mojë rregullisht sa ma i freskët me thonë. Unë për shembull gjatë verës blej akull, e mbaj frigorifer që mja vëqit pulave sa me pas sa ma të freskët me pas ujë. Se edhe ujë është një gjë ma kryesor që duhet për me pas pula që me konë të shëndetshme. Po tash për verë dojmë edhe na. Ujnë e ftof lema edhe pula tash që edo. Me thonë drejten prej Maraklive, se njëri sa edhe mësën. Prej Maraklive kom dëgju që ujë sa me i fresë me konë njën pulat a ma të shëndetshme. Edhe prodhimi ditor i vezëve është i bollshëm. Prodhimi ditor i vezëve tash muna me bona një test, hala nuk e kanë kry kretë prodhimin, po diku prodhimi ditor e kalon mbi 50. Mesatare që është 50, po, mbi 50 dhe i bjen diko tash, që është koha dhe ma e nëzet, është 2 tabak vezë, me numër i bjen mbi 60 copë. Po ma pak ta është 50 copë ditore që i kam. Por edhe fitimi është sa një pagë mesatare. Me thonë drejten, unë me këtu sa kam, unë e marrë diko i rogë ofër 400 euro, t'ju thëmë drejten me veç me pula që i marrë, e marrë mbi 80% pagës që e marrë në punë për një muj, unë e marrë gjatë mujt me pula, edhe kënaqem, edhe fitimprurse, edhe gjitha i kanë. Po, unë e punoj në ambulant, jam mirëmbajtës, e kom 8 orë punë, kur vinë shtëpi, e kom 2 minuta këtu afër shtëpisë, edhe kujdesim për pula, edhe kom afër punën aty edhe. Por sa mund të peshoj një pulë e tillë? Tash që e mora, ka 3 kg e gjys 4, mas pako. Kjo, si pas moshës, kjo ku i ban 2 vjet, arrin edhe 5 kg qika. Edhe çmimi në treg i vezëve është i arsyeshëm. Pula si shihet tash, i ka një vjet e 4 muaj kështu diçka. Kjo pul shitet 40 euro deri në 50. Mvaret tash edhe prej moshës jashtë. Për ndryshe, vezët i shesim 20 euro tabaku për kultivim, edhe 10 euro kemi për konsum, gjatë sezonës verës. Për ndryshe 20 euro edhe nga ky vit besoj që do të kemi rritje, se tash edhe këto ushqimet që janë shtrajtuar edhe tash edhe na këtë me shpenzimet që duhet t'i blimë. Termen e tij ai vendosi ta quaj pulat e Bacit, një emër që nuk jemi mësuar ta dëgjojmë. Me ju thonë drejtën pulat e Bacit më ka pëlqyer si emër, edhe kemi faqet tona në Facebook, Instagram dhe TikTok me emrin pulat e Bacit.
Po, që them me drejtën e TikTok ndoshta e përdorin për gjona tjera, kështu po unë TikTokin e përdori për punë. Thjesht TikToki për mua është një punë, edhe një marketing shumë i mirë. Pula të Bacit nuk është thjesht një emër, por një pasqyrim i pasionit dhe punës së palodhur të Adriatikut. Me çdo ditë që kalon ai rrit numrin e pulave dhe pasurinë e tij, duke treguar se edhe një fermë e vogël mund të ketë një ndikim të madh në komunitet.